edhe nga një grup protestuesish, por ne kemi vlerësuar që është e nevojshme që mbi të bazën parashtrohen argumentat. Edhe të dhënave të tjera që ne disponojmë, qofshin publike apo jo publike, që disponojnë deputetët për shkak të detyrës tyre, ne kemi bërë një analizë ligjore të mirëfillt, kemi përgatitur një kallëzim penal, i cili së bashku me dhe grup fakti që ne disponojmë, i është dorëzuar prokurisë së posaçme për të vijuar hetimet e mëtejshme, që është në fakt një tjetër skandal që zbulon apo zbërthen se si ka funksionuar ma sektorit ndërtimit, po besoj dali fakt që është që diskutojmë tani. Po, është me çështje me shumë interesa në fakt, shkruhet çështja, ajo është në vetvete gjithë përmbledhja, e kemi thënë edhe më herët në studio, e mënyrës se si është qeverisur në këto vite, apo ja ku vjen e qartë se si është ndërtuar e se si është hartuar çdo projekt, etj. S'po ndale më gjerësisht aty. Tani, po marr dhe elementin tjetër, kushtetues. Do me thënë, po ta marrësh vetëm këtë po ta marrësh atë çështje, në fakt ta marrë manuali se si funksionon mafia. Pra, se si, po themi, mënyra më e qartë për të provuar lidhjet që ka qeveria apo pushteti me grupet kriminale të cilat ju konvergojnë edhe interesat dhe i vënë në dispozicion të njëra tjetrës, po themi gjitha burimet që ka qoftë njëra qoftë tjetra. Pra qeveria vendim saj dhe mafia para të saj në shërbim, po themi, qeverisë. E qartë, në fakt, kam parasysh këtu dhe elementin tjetër që ti përmende të kësaj çështje, ose rrafshin tjetër që është po aq i rëndësishëm, rrafshin kushtetues, këtij akti normativ i miratuar brenda 3 ditësh, dhe pse ti the që do duhet, gjithë procedura në fakt ka përfunduar në 3 ditë, do duhet tashmë të kaloj në parlament, apo jo, sot ishte parashikuar, ke informacion, apo ende jo? Jo, sot nuk ka kaluar, sot nuk ka kaluar. Fillimisht që trajtohet në komisione partare. A, kuptoj, po nuk ka kaluar në komisione, e qartë. Por në çdo nuk ka kaluar në komisione, por gjithsesi brenda 45 ditëve do duhet që kuvendi të shprehë via atë akt normativ, nëse nuk shprehet kuvendi vjen që akti normativ e humbet fuqinë e tij, pra fuqinë që ka si ligj prej fillimit të momentit që miratohet nga parlamenti, ne do përgatisim dhe patin apo kërkesën për ta. Dalemi pak këtu, se kam parasysh dhe një shpjegim që bëri, vetëm një moment dhe të lë të shtjellosh dhe këtë aspekt. Një nga sqarimet që bëri pak minuta më parë, eksperti për çështjet e ekonomisë, zoti Zef Preçi, në emisionin Task Force, sigurisht u ndal edhe tek shpjegimi i asaj çfarë ne edhe prekëm, në cilat raste mund të preket fondi rezerve, buxheti i shtetit apo jo, po elementi thelbësor është ky që ti përmende në vetvete, një akt normativ i pambështetur në asnjë ligj në vetvete, që ti the, bën të palishëm. Është ky një problem thelbësisht kushtetues, ti e the, çfarë zgjidh gjykata kushtetuese në një rast si ky? Edhe pse do duhet që ju ta formuloni, po them në parim, se ne faktet i dim, elementët dihen, në çfarë rrafshi, çfarë zgjidh gjykata kushtetuese në një çështje si kjo? Sfari Armela, akti normativ me fuqinë e ligjit ka një kuadër rrektor në 101 të kushtetutës tonë dhe lidhet me 2 elementë, sfari urgjenca dhe së dyti nevoja. Pra duhet të thënë që për miratuar një akt normativ me fuqinë e ligjit, paluar nëpërmjet procedurës parlamentare normale, të justifikosh. Po, urgjenca dhe nevojën, atë që tham. Po. Në vlerësimin tonë, miratimi i një fondi 4.3 milion euro për të mos u turpëruar Shqipëria. E ritheksoj, po nuk ka lidhje me Shqipërinë, se nuk e organizon dhe Shqipëria, e organizon një subjekt privat, një subjekt tregtar privat i lidhur, po themi, me disa prej atyre kompanive, po themi që janë të dosje Aeronvelia, po zgjatën po të hyrë në atë elementi. Nuk ka lidhje ajo, nuk ishte Shqipëria, se nuk ishte as qeveria shqiptare, as Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, as në institucion tjetër që po organizon të atë event. Ishte kompani private që presin e saj tërësisht privat, me qëllim për të fituar, ishte vendosur të sillte një artist në Shqipëri që s'po hyn tani. Pritshmërit, jo, ndalim te gjykata kushtetuese se duhet ta mbyllim pastaj. Po e them, pra, në vlerësimin tonë pikërisht këto rrethana bëjnë që mos plotësohet komponenti i nevojë për rrjedhoj dhe urgjencës. Pra nuk kishte nuk kishte asnjë nevojë të ndërhyjnte shteti apo qeveria, sepse